Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër e cila është akullore me kos. Sidomos në këto ditë përvëlluse vere që po kalojmë. Dhe jemi te këndi gatimit për të filluar përgatitjen e recetës. Unë kam marrë një të madhe kelqi dhe në të ka vendosur ujë shumë të ftohtë. Edhe hena ku do e punoj me ka futur në frizer. Tani do të vendos disa kubik akulli për të punuar panën, sepse nga ndësia e madhe që është, pana pikset me shumë vonesë. Kështu që prandaj kam përgatitur këtë. Kam vendosur dhe emën, siç e thash më përpara, në frizer për gjysmë ore. Kam marrë dhe panën, shifeni panën si është lëshuar, që unë e kam mbajtur në frigorifer. Tani do të hedhim sheqerin, 4 lugë sheqer, dhe do e trazojmë mirë që sheqeri të na tretet pjesërisht. Se gjatë kohës që do punojmë, sheqeri pothuajse do të tretet plotësisht. Tani do vendosim 2 paketa sheqer vanilje për aromë, se kjo lloj recete me këto përbërës vanilja e shkon për 7. E trazojmë pak, sepse sheqeri i vaniljes tretet shumë kollaj. Mbas këtij procesi ne do fillojmë të rrajmë me një rase elektrike. Fillimisht do fillojmë të rrajmë në minimum të fuqisë së saj, që është njëshi, që pana mos na përhapet sepse nuk është e piksur. Pastaj gjatë kohës që fillon dhe në pikset avash avash, ne do fillojmë të shtojmë ato gradacionet e fuqisë së saj. Nga njëshi te dyshi, nga dyshi do çojmë te treshi. Derisa të përfitojmë atë masë që ne dëshirojmë. Ja, kjo pothuajse ka filluar që të bëj atë pikse që ne dëshirojmë për të bërë akullore. E kemi përfunduar. Na shrahur aq sa dëshirojmë. Dhe tani do ta heqim nga hena ku i kemi vendosur në ujin e ftohtë, sepse pana e ka bërë procesin e mpiksjes së saj. Po ta shifni, ja shifeni, në këtë mënyrë do ta rini panën. Kaq, jo më fort. Do të vendosim kosin, unë ka vendosur kos dele, mu gjen në shtëpi dhe dhe thash ta përdor se bëhet shumë e mirë. Dhe kosin që do përdorni, çdo lloj kosi nuk ka problem, duhet të jetë në këtë tashësi, nuk duhet të ketë ujë fare. Edhe nëse keni kosin me pak ujë, kullojeni dhe vendoseni për të bërë këtë akullore. Do e trazojmë mirë që kosi të hapet në gjithë masën e panës, të bëhet masë e njëjtë. Shifeni si është bërë, si pambuk. Është një akullore, nuk të ako fare, me pak përbërës që janë shpenzimet që gjithkush kosin e ka në shtëpi. Vetëm thjesht do blej një panë të vogël dhe kaq. Dhe shumë e shëndetshme për familjen tuaj, kështu që mos nguroni ta përgatisni. E vendosim në tavën, enën, qeqerqit, ku të dëshironi juve, unë kam një tavë të vogël, dhe zgjidhni një madhësi tave që t'i përshtatet sasisë të akullores që ju bëni. E kemi vendosur dhe në tavë, tani do e shtrim dhe do e sheshojmë, do e nivelojmë, do e bëjmë njësh, edhe shifni sa e thjesht ishte në përgatitje, në përbërës, super. Prandaj, përgatiteni, mos nguroni, sidomos për fëmijët tuaj. Mos i blini akullore të pazarit se nuk janë të shëndetshme. I vendosim një letër pjekje, të cilën unë e kam prerë sa madhësia e tavës. Kjo bën që mos të krijoj akullorja, dhe mos krijoj atë thatësirën lart nga aftësia e madhe që ka frizeri. E vendosim për 4 orë në frizer. E kemi nxjerrë dhe do ta lëmë 10 minuta në qetësi akulloren dhe pastaj do ta servirim. I heqim letrën sipër, shifeni si është bërë. Super. Do ta shikoni kur unë ta heq me lugë, se e kam përgatitur dhe ditë më përpara. E thash pse mos ta përgatisë edhe këtë dhe ta ndaj me juve. Do dëshiroja që mbasi të keni parë këtë video, të më linit një mesazh poshtë videos, i që ju ka pëlqyer apo jo. Dhe do dëshiroja që të abonoheshit në kanalin tim, ku të shtypni butonin zilot për të njoftuar për të gjitha videot e radhës. Shifeni si ka dalë akullorja, super. Të më besoni për këtë. Tani do të vendosim ara sipër, ju mund të vendosim çfarë të dëshironi, unë një kup do ta bëj me reçel, por unë e kam provuar, si që thash më përpara, me ara është super. Me ara është super. Nuk krahasohet kur me reçel. Megjithatë, ajo varet nga preferencat tuaja. Shifeni akulloren. E thjesht dhe shumë e lirë. Unë ju falenderoj pafund nëse ndiqni këto videot e mia dhe miru takofshim në videot e radhës.
Shikeni si është super akullore. Super.